apo këto dy arsye të tjera, çështja e fuzionimit apo listat e këshilltarëve? E para, domethënë do nisem te çështja e ideologjia, domethënë Aleanca për Shqiptarët është profiluar si parti e djathtë, e qendrës së djathtë dhe vetëm mund ta gjeni ideologjikisht brenda Vlenit. BDI-ja është parti tematike, parti që rrjedh nga lëvizja popullore e Kosovës, është një ekstrem i majt. Pra ideologjikisht nuk mban argumentimi që zoti Taravari për shkak ideologjisë, nëse këtu del që ka tradhtuar edhe ideologjinë. Nëse shkon te ekstremi i majt, domethënë kur i takon djathtës, mendoj që BDI-ja është ekstremi i majt. Po, BDI-ja vjen kryesisht prej lëvizjes popullore të Kosovës. Mendoj që është temë tjetër, domethënë mund ta elaborojmë edhe ata, po u flas tash për çështjen ideologjike të Taravarit dhe Aleancës për Shqiptarët. E para. E dyta, sa i përket listave të veçanta, mendoj se ka qenë vetëm një pretekst për ble kohë, sepse edhe aty nuk mban argumenti. Sistemi zgjedhor për zgjedhjet lokale, kryetari i komunës zgjedhet me sistem shumicës, ndërsa lista e këshilltarëve është me listë proporcionale. Dhe duke pas parasysh që lista është proporcionale dhe ka sistemin e Downtit që i favorizon të mëdhejt, dhe ne duke qenë të mëdhejt si vlen dhe ato të BDI, zoti Taravari ka në ato momente propozonte që dalim me lista veç, pra të dalim të dvegjlit, dhe kur del të dvegjlit, gjithçka që digjet votat të dvegjlit, me automatizëm pa merit i shkon të mëdhej. Ai i bjen sigurt ne të punojmë për BDI-n. Sepse votat që do të digjen në kampin politik shqiptar do shkojnë o te VMRO-ja, o te LSDM-ja, o te BDI-ja, o te Vleni. Po nëse Vlenin do kishmi coptu ashtu si donte zoti Taravari, domethënë do ishte në funksion të BDI-s. Kështu që argumente politike nuk ka, këtu ka diçka tjetër, pa tjetër mendoj që duhet ta elaboron vetë. Taravari. Ali Ahmeti, me cilin ju thoni se do të bashkëpunoj Arben Taravari, ka thënë që Taravari u largua nga qeveria dhe mirë bëri për shkak se e pa që faktori shqiptar mëna qeverisë së Maqedonisë janë argat të VMRO-s. Ju si e vlerësoni këtë deklaratë? Pa, mendoj deklarat politike me opozitës, kër s'ka se çka ofron, mundohet me tezat këtilla për të kriju një percepcion të rrejshëm, në percepcion dhe me thonë që nuk ka të bëjë me realitetin. Nëse është argat shembull që ta largosh Maqedoninë prej Open Ballkanit, i cili e paraqiste jo Serbinë, por paraqiste Kosovën si faktor destabilizues në Ballkan, që ishte në zoti Ahmeti ishte në një vijë me zotin Vučić, dhe ku para faktorit ndërkombëtar, domethënë porosia ishte në Open Ballkan, nuk është Kosova, se Kosova është problemi i Ballkanit, dhe ta spostojsh domethënë Maqedoninë për Open Ballkanit dhe të bësh mbledhjen e parë të përbashkët ta mbash me qeverinë e Kosovës, ku ka marrëveshje politike, domethënë për çështjen e kufive, që më veç po realizohet one stop shopi, marrëveshje në energjetik, marrëveshje në arsim, të jetë shteti i parë Kosova me Maqedoninë ku zbatohet projekti one stop shop dhe mandej shtetet tjera, Serbia me këto tjera që kufizohemi, mendoj që nuk është argat i dikujt tjetër, por është argat i qytetarëve, argat nëse ka menduar që jemi argat të qytetarëve dhe të interesave të tyre, po jemi. Po ato kanë problem sepse mendojnë ashtu si mendojnë vetë, mendojnë që edhe të tjerët mendojnë. Dhe për hir të vërtetës janë munduar të krijojnë një percepcion të këtill,